Antiques Roadshow është i njohur për surprizat e tij, por një episod i veçantë e çoi gjithçka në një nivel tjetër. Në fillim, objekti nuk dukej si diçka e jashtëzakonshme, por sapo prezantuesit filluan të pyesnin se nga kishte ardhur, u shfaqën disa shenja paralajmëruese. Historia pas tij nuk po përputhej, dhe kur mësuan se kush mund ta kishte krijuar, gjërat u ndërlikuan edhe më shumë. Kjo i la producerit e emisionit në një pozitë shumë të vështirë. Me më shumë se 800 episode pas tyre, Antiques Roadshow ka parë pothuajse gjithçka, nga mbeturinat e papafingove deri te thesaret e fshehura. Shumicën e kohës, gjërat shkojnë pas një problem. Për pastaj, u shfaq ky person, i cili për pak e çoi gjithë emisionin në një kolaps. Siç duket, producerit nuk ishin të sigurt për një kohë të gjatë nëse duhej ta transmetonin këtë segment. Kishte disa zona gri ligjore dhe ata duhej të ishin tejet të kujdesshëm. Klipi fillimisht u filmua për koleksionin e tyre më të mirat e verës, por në fakt nuk u transmetua deri atë vjesht. Një burr erdhi në versionin britanik të emisionit me një vepër arti që e kishte marrë vite më parë. Nuk dukej veçanërisht e vlefshme, thjesht një stencil i një miu që mbante një lloj vegle elektrike. Por diçka ndihej e gabuar. Ndërsa kamerat po regjistronin, ai tha rastësisht se nuk e kishte marrë veprën në mënyrë të rregullt. Ai nuk tha se e vodhi saktësisht, por pranoi se e kishte marrë pa pyetur, dhe kjo mjaftoi që gjërat të bëheshin të pakëndshme shumë shpejt. Megjithatë, burri u përpoq të justifikonte atë që ndodhi. Jetoja në Brighton në fund të viteve 90, fillimi i viteve 2000, i tha ai ekspertit të artit Rupert Moss. Moss e pyeti, si ndodhi kjo? Burri u përgjigj, isha duke ecur përgjatë vijës Bregdetit të Brightonit dhe e pash atë në një lido, te pishina. Dukej sikur po shqihej, kështu që thjesht e hoqa. Po, thjesht ashtu. Pas kësaj, ishte e qartë se ai po ndihej pak i shqetësuar, por Moss vazhdoi dhe e pyeti nëse e dinte se kush e kishte krijuar. Ai ishte thjesht një artist i panjohur. Doli që burri e kishte një ide të mirë. Ai la të kuptoshte se dukej si puna e dikujt shumë të njohur. Me këtë, u bë e qartë se ai e dinte gjatë gjithë kohës çfarë po bënte kur e mori. E di çfarë është, e di edhe vitin, ishte rreth vitit 2004. Jam këtu thjesht për ta vlerësuar vërtet. Por Moss nuk ishte redi të jepte një shifër kaq shpejt. Ai vuri re se nevojiteshin më shumë prova. Nuk po përpiqem ta ju mbaj leksion, i tha ai burrit, por pa një lloj certifikate, është vërtet e vështirë të shitet. Qartazi ai nuk e besonte plotësisht pretendimin. Kjo është pasi burri tha se vepra ishte bërë nga askush tjetër veç se Banksy, mundësisht artisti më i famshëm i rrugës në botë. Artisti anonim pas kësaj vepre ka lënë pjesë goditëse në të gjithë botën. Arti i tij mund të shitet për miliona, kështu që dukej sikur ishte tepër e levetshme që ky person thjesht e shkylli një nga ndërtesat. Nëse ishte një pjesë origjinale, Banksy ishte ashtëndej në krye të lajmeve dhe shitej për shuma të majta atëherë. Shitesi pohoi se vepra ishte e vitit 2004, një vit i madh në rritjen e Banksyt. Megjithse ai nuk e ka treguar kurrë fytyrën e tij. Artisti ka një sistem për të zbuluar falsifikimet që përpiqen të përfitojnë nga emri i tij. Kjo është arsyeja pse timi i Antiques Roadshow nuk mund të hidhte thjesht një çmim. Megjithse sa disa nga veprat e Banksy janë të vlefshme miliona, ekipi i tij duhej të ndërhynte fillimisht për të konfirmuar nëse ishte e vërtet. Ata e quajnë atë kontrollin e dëmshmeve, pest control, shpjegoi Moss. Por ai proces është as i shpejt as i lehtë. As ekspertët në emision nuk mund të thonin me siguri nëse kjo ishte gjëja e vërtet. Megjithatë, ata vuri re se Banksy ka një mënyrë që pronarët të marrin një certifikat përmes faqes së tij zyrtare. Sido që ishte, burri ishte bllokuar në një situatë të vështirë. Nëse ishte një Banksy, gjasat ishin që mund të duhej të kthehej aty nga kishte ardhur. Ai mund të detyrohej ta kthente, por nëse ishte thjesht një punë e një artisti të rëndomt, ai mund ta mbante ose të përpiqej të shiste për aq sa mund të merrte. Burri nuk dukej shumë i shqetësuar. Kur e pyetën për prova, ai e anashkaloi. E di që është reale, sepse Banksy bëri shumë gjëra në Brighton atëherë. Ishte një moment i tensionuar. Më vonë në emision, prezantuesja Fiona Bruce shpjegoi se kjo nuk ishte hera e parë që arti i Banksyt kalonte nëpër dyert e tyre. Në vitin 2014, një Banksy i verifikuar u shfaq në emision dhe u bë një nga episodet më të përfollura ndonjëherë. Ajo pjesë përfundoi duke u shitur për $400,000, rreth $533,660 sot.
Por kjo ndodhi vetëm pasi ekipi I Banksit dha dritën e gjelbër. Ai pronari fatlym nuk kishte shkyllur asnjë gjë nga muri. Vepra erdhi me të gjitha dokumentat e duhura. Madje, Banksy edhe se shtoi një mesazh të vogël pasi konfirmoi se ishte e tij. Ai tha se ishte I kënaqur që Hendi hu. Sa për djalin në këtë emision, edhe se Banksy do të kishte pak simpati, fansat e tij të zartë mund të mos ishin aq të mirë. Sa po u transmetua segmenti, interneti shpërtheu. Shumë njerëz ndjen se ky person po përpiqej të përfitonte nga diçka që ishte menduar të ndahej me të gjithë. Disa madje pyetën se nëse ai kishte shkelur ligjin, madje më shumë se një ligj. Një shikues pretendoi se kontaktoi policinë e Sussexit, cilat thohet se nuk ishin të dinje për ndonjë art publik të vjedhur. Kjo dukej se e shpëtoi shitsin, atë paktën ligjërisht. Megjithatë, ai kërkonte vetëm një gjë. Sa vlente në të vërtetë? Mos nuk ja zbuti fjalët. Ai shpjegoi se vlera varej plotësisht nga marrja e asaj certifikate zyrtare të pest control. Me të, mund të vlente 20.000 sterlinj, pa të, jeni askundi, më vjen keq, tha ai. Banksy nuk ka komentuar vetë për veprën, duke lënë gëftuarin në një lojë pritjeje, por kjo nuk do të thotë se Banksy nuk do të ndërhyjë përfundimisht. Ai njihet për faktin se thot mendimin e tij, thjesht jo në mënyrën e zakonshme. Pastaj erdhi 5 tetori 2018 në Londër. Sotheby's ishte përgatitur për një ankt të tyre të zakonshëm, dukej si një punë e rëndomt për shtëpinë e lashtë ankadeve, por ky akt I veçantë do të bëhej pjesë e historisë të artit. Ata ishin gati të shisnin një Banksy të rrallë. Menjëherë, kjo është një pjesë reale I një artisti që thohet që pronari I tij është artisti. Sotheby's është një nga nemrat më të vjetër në shitjet e artit të bukur. Ata kanë trajtuar pjesë të panumërta të ralla, por ky akt I veçantë do të bëhej pjesë e historisë të artit. Ata ishin gati të shisnin një Banksy të rrallë. Deri më tani, artisti më thet është artisti. Në momentin që ankatjeri mbylli shitjen në një vlerë të $4 milion, thikat u aktivizuan dhe piktura filloi të shkatërohej. Atje përpara një turme të shtangur, vepra e artit u shkatërua. Njerëzit mbetën pa fjalë. Çfarë lloj artisti bën diçka të tillë? Megjithatë, gjithse u shkatërua nuk do të thotë se humbi vlerën. Në fakt, si veprat legjendare që janë dëmtuar, kjo mund të jetë edhe më e vlefshme në atra. Steve Lazarites, një bashkëpunëtor I vjetër I Banksit dhe një nga njerëzit e pakt që e njehe personalisht, tha më vonë se versioni I shkatëruar I vajzës me tullbun mund të vlinte më shumë se origjinali. Disa njerëz në botën e artit e pan këtë si një shaka të ashpër, por të tjerët e quajtën një nga momentet më gjeniale të Banksit. Nuk ka shumë akte që mund të krahasohen me tronditjen dhe kreativitetin e atij momenti. E po, ndoshta vetëm një. Në vitin 2015, Banksy u bë sërish kryelajm me një aktivitet të çmendur, një instalacion arti të përkohshëm që e quajti Dismal Land. Ishte versioni I tij I vet I parqeve tematike dhe I markës Disney në veçanti. Gjatë gjithë kohës së tij të shkurtër, Dismal Land tërhoqi mbi 150.000 vizitor. Njerëzit erdhën në numër të madh për të përjetuar atraksionet që ishin sa të shqetësuese aq edhe inteligjente. Kishte një kashtell princeshe që po shkërmollej, një muze me mure me gjëra të rrezikshme dhe lojra frustruese që nuk ishin menduar kur të ishin të drejta. Një gjë ishte e qartë, Banksy nuk u kënaqësua kurrë me aqasjen e zakonshme të artit. Nga ndërtimi I parqeve të çmendura, deri tek shkylja e pikturave të tij në momentin që u shitën, Banksy nuk ndalet kurrë duke shtyrë kufijt. Me mjarë se u eloni ose jo I kuptoni, vepra e tij gjithmonë I bën njerëzit të flasin. Dhe kjo është saktësisht pika kryesore. Faleminderit që na ndoqët. Nëse ju pëlqeu kjo histori dhe dëshironi të shihni më shumë momente surpriza si kjo, mos harroni të bëni like, share dhe subscribe. Kemi shumë më shumë ande nga erdhi.